Shumë njerëz largohen për me kërku një jetë më të mirë. Disa kthehen për me ndërtu ato këtë. Pas viteve pune dhe suksesin në Amerikë, ai zgjodhi me u kthy në vendlindje. Jo për pushim, për investim, për punë, për të ardhmen. Në Rahovec investoj në atë që e nje më së miri kjo tokë, rrushin. Krijoj vende pune, mbështeti familje dhe dëshmoj se puna e ndershme sjell rezultate. Ai nuk flet veç për zhvillim, e ka dëshmuar me veten. Nuk premton punë, ka krijuar punë. Nuk pret ndryshimin, ka investuar në të. Jam kthyer se besoj për Rahovecin ton, besoj për Kosovën ton, për njerëzit tani dua që përvojnë punën dhe energjinë time të vë në shërbim të qytetarëve dhe të Kosovës. Pra, me 7 qershor votoni 116, Nazmi Hoxha 108, krejt për shtet, shtet për krejt, qitja pikën.